sa I përket shirës, ajo që bëhet prej rushit. Nëse ajo fermentohet, ka mundësi më bë, domethënë alkool, më bë dekse është fjala. Dese, po, nëse pritet shumë. Po, lihet. Qysh është kjo çështja e shirës? Tash ti qysh e din apo sa ditë duhet të marr hadithin e pejgamberit se sa që s'duhet të kalojë 3 ditë apo qysh është nëse? Ajo më varet prej shijes, si I thtohet, ajo çdo lang qoftë I hurmave apo I rushit, si I thtohet. Ajo, atëherë do të thonë ajo ka kaluar në fazën e dehjes edhe do të mulon mos më pije. Për shembull edhe boza. Është lang që është halal apo mirë po bozën nëse e lën nxet dikun, më njëherë do të thonë çka ndryshon, edhe ja nis mu I thsu ajo, edhe si e qel apo se e provon, është se o shndru do të thonë çka në atë dese. Ashtu edhe langje tjera për shembull që I kanë pi përpara selefët, e kanë pas parasysh do të thonë të shija kanë. Mirë po, janë edhe shumë faktorë që ndryshojnë shijen, që ndikojnë shija sa më shpejt mu shëndru në verë, edhe mos mu shëndru. Si për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim të Islamit ka ndalu me pi langjet edhe milon gjërat në enet e qypit, qyp që I kanë thonë përpara, ato që janë bërë prej baltës. Se ajo qypi që është bërë prej baltës, ajo ena, e ka do të thonë çashtu fuqinë që çdo sen çka qet në to, mas një kohë me shëndru në dese. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë largoni prej saj, largoni prej saj, thotë largoni edhe thotë prej qypave, thotë që I lyni. Ose nëse I përdoni thotë I bëni kështu. I ka shumë delegatëve, shumë muslimanë që janë për fisëve ndryshme në Medinë, I ka ditë se ata e përdorin kështu, I ka porosit me këto. Hadithet janë të vërteta. Andaj ki të veçantë që një sen shumë më shpejt e shëndron në vend, ki që se shëndron. Andaj edhe do të mu largu për qasaj, se ai që do të thonë çon haram është haram vetë. Njerëzit edhe që ai që është nuk realizohet halal dhe për vetë saj është halal, atëherë do të më ju pas parasysh edhe çto. Mos më përdor të veçanta. Në mesin e tyre janë për shembull në tash të birat, janë edhe këto format e birave që bëhen, ato jeshimet, ato amblemat, ato senet që nuk kanë kurfar dallim me halal dhe me haram. Ai halal do të më dallu prej haramit, edhe në pamje. Përveç se do të me pas dallim në shije, do të më dallu edhe në pamje. Andaj diçka që I përngjason me haramit është mirë më largu.